plotësimit të fletëve të votimit. Kemi filluar sot në mëngjes me futjen e fletëve të votimit në zarfin e fletës votimit, pra në zarfin A. Kemi autorizuar 12 përfaqësues të KQZ-s, anëtarë të stafit, të cilët do të vullosin çdo fletë votimi. Janë dhe 2 anëtarë të tjerë të stafit, të cilët bëjnë vendosjen e fletës votimit brenda zarfit. Janë prezent përfaqësues të subjekteve, të disa subjekteve zgjedhore, të cilat kanë dhe detyra procedurale, të themi, në këtë fillim të procesit, por ndërkohë janë këtu edhe për ta monitoruar procesin. Zoti Cilibashi, sa është parashikuar afati për përgatitje dhe më pas për dërgimit në diasporë? Ne mendojmë që ta mbyllim brenda kësaj jave, deri nesër të përfundojmë procesin e vullosjes fletëve të votimit, sikurse mund të konstatohet procesi duke ecur pak ngadalë, se janë dhe emocionet e stafit për shkak të përgjegjësisë që është evidente, është e qartë dhe ata e kuptojnë. Kujdesit që duhet tregojnë kur vullosin fletën e votimit, kur e vendosin brenda zarfit A. Me shumë mundësi, nesër deri nga mesnata do të përfundojnë procesin e vullosjes fletëve të votimit. Dhe shpresojmë pasaj të vazhdojmë me futjen e zarfit A tek zarfi B dhe të zarfit B bashkë me elementet e tjerë të dokumentacionit zgjedhor tek zarfi i operatorit shërbimit postar të DHL-s. Po pastaj dërgimi në diasporë, kur nis si proces pra? Keni një parashikim datash? Nëse ne përfundojmë këtë procesin e përgatitjes dokumentacionit zgjedhor brenda kësaj jave, po brenda kësaj jave, fundit të kësaj jave, ne do të fillojmë dhe procesin e dërgimit dhe shpërndarjes së zarfeve të postës për atë sasi që ne do të kemi bërë gati. Pra nuk do të presim që ta bëjmë gati komplet sasin e dokumentacionit zgjedhor dhe materialeve zgjedhore, por pjesë-pjesë sipas destinacionit, Itali, Greqi, Gjermani, Shtetet Bashkuara të Amerikës e tjera. Komisioner, marrë në konsiderat faktin se data 20 përkon me një ditë të rëndësishme të besimit të krishterë, janë pashkët ortodokse dhe katolike, dhe një numër i madh shqiptarësh, kryesisht nga Greqia, por dhe Italia, të cilët janë dhe regjistruar më shumë në vinë në Shqipëri, si do të procedohet për postën? E kemi thënë që 3 herë postieri do shkojnë në shtëpi, porse mund të ketë mundësi pra të mungesës së tyre me që vinë në shtëpi. Koha që do kenë në dispozicion në fakt, nëse ne fillojmë shpërndarjen, të themi të hënën që vjen, sipas asaj çfarë është angazhuar operatori i shërbimit postar, brenda një dite për Greqinë, Italinë ose 2 ditësh maksimumi, do ta kenë zarfin me fletën e votimit në banesën e tyre. Dhe besoj jemi duke diskutuar akoma me operatorin e shërbimit postar, do të synojmë që në çdo rast ata ta mbajnë këtë dokumentacion deri nga data 1, 2 ose 3 maj, të jetë data e fundit. Pra gjatë kësaj periudhe kanë mundësi që të vinë, të kthehen dhe ta gjejnë zarfin atje ose ta marrin zarfin para se të nisen nga Greqia ose Italia. Dies, kam përshtypjen që ka nevojë për pak shpjegim teknik për gjëra që ju mund të keni të qarta, por ndoshta dëgjuesit në diasporë nuk i kanë. Le të themi, postieri e di adresën, shkoi në adresën e duhur dhe herën e parë nuk e gjeti. Teknikisht çfarë bën? Pra ai lë shënim çdo herë që shkon dhe si ndërveprohet me votuesin? Po, do të shkoj herën e parë dhe nëse nuk e gjen në banesë, do t'i lër një shënim që erdha, nuk ju gjeta dhe do t'i lër orarin kur postieri mendon që do t'i shkoj herën e dytë. Nëse edhe herën e dytë nuk arrin ta kontaktoj, do t'i lër një shënim për herën e tretë dhe nëse edhe në herën e tretë nuk ka mundësi që të puqen orari i postierit me orarin kur votuesi është në shtëpi, do t'i lihet një shënim votuesit duke i thënë që dokumentacioni zgjedhor i dërguar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Shqipëri gjendet në zyrën postare numër kaq, kështu që mund të vini ta tërhiqni në këtë zyrë postare duke paraqitur ky votues dokumentin e identifikimit. Dhe ju mendoni që do të mbahen zarfet zgjedhor deri në maksimumi 3 maj në zyrat postare pas të bëhet themi shqipëriture? Po, nëse deri në datën 3 maj, të themi akoma nuk e kemi vendosur, mund të jetë data 1, mund të jetë data 2, mund të jetë data 3 ose 4, po jo për te një date të tillë, pasi do duhet të llogarismë edhe kohën që duhet për të kthyer mbrapsht zarfi në Shqipëri.
Dhe sipas parashikimeve të operatorit shërbimit postar, në rastin më ekstrem do duhen 4 ose 5 ditë për ta kthyer mbrapsht. Ndaj po shikojmë që nëse ekziston mundësia që ata ta mbajnë deri në datën 3 ose 4 themi. Komisioner, më falni, ç'ndodh me ata zarfa që vijnë nga diaspora përtej orës 19 të datës 11 maj? Çdo zarf i cili ka në vulën e hyrjes që i vendoset në momenti kur hyn në territorin e Republikës Shqipërisë, ka një orë mbas edhe datë, mbas datës 11 maj dhe mbas orës 19:00, nuk i nënshtrohet procesit të vlerësimit dhe të numërimit. Pra duhet që çdo zarf të mbri para orës 19:00 të datës 11 maj. Komisioner, kam përshtypjen që është moment të jepni pak zë edhe mënyrës si kthehet zarfi pas në Shqipëri. Ju e keni bërë rrjetet sociale, po ndoshta komunikimi i tillë është pak më efektiv. Pra, jemi mësuar që kemi një zarf edhe shkojmë zakonisht në postë dhe e postojmë. Në këtë rast çfarë do të bëjë diaspora? Votuesi nga jashtë nuk ka nevojë të shkojë në një zyrë postare, as te zyra e DHL-s dhe as tek ndonjë operator tjetër postar. Në momentin që ai ka përfunduar procesin e votimit, do të fusi fletën e votimit tek zarfi A, zarfin A do ta fusi tek zarfi B dhe këtë tek zarfin B tek zarfi i postës. Të gjitha këto në fakt i ka të sqaruar në atë udhëzimi që do t'i dërgoj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, kështu që edhe nëse në këtë komunikim nuk arrin të jetë i qartë, ka gjithë kohën në dispozicion për ta lexuar me qetësi udhëzuesin që do t'i dërgoj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Dhe në momentin që ka përfunduar procesin e votimit dhe ka organizuar atë dokumentacion sikur se është udhëzuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, do të telefonoj operatorin e shërbimit postar, pra DHL-n, në zarfin që ne i kemi dërguar, do t'i dërgojmë, do t'jenë numrat për të gjitha shtetet e shërbimit DHL-s. Pra nuk ka nevojë votuesi të dalin nga shtëpia dhe ta depozitoj zarfin e kthimit për në KQZ, por mjafton të marrin në telefon postierin dhe t'i thotë që jam gati, hajde ta marrësh fletën e votimit zarfin, të themi. Sa të motivuar mund të jenë postierët në vendet huaja për të gjetur një orar që u përputhet të dyve, edhe postierit, po edhe votuesit i disponueshëm. Pra, në termat e kontratës, a mund të jetë në vlerësime subjektiv të një postieri grek që mund ta nënvlerësoj procesin dhe të mos gjejë një orë përshtatshme? Jo, besoj plotësisht që jo, sepse ata kanë një protokoll të sjelljes tyre që nuk kanë asnjë arsye pse ta bëjnë as më mirë dhe as më keq se sa e bëjnë në rastin e dërgesave të tjera postare. Shërbimet postare ndërkombëtare për ta nuk ka një domethënie të veçantë fakti që po shpërndan fletët e votimit të Shqipërisë. Kështu që përgjegjësia për ta është njësoj sikurse do të dorëzoni një çek bankar ose edhe një dërgesë tjetër postare. Dhe atë protokoll ata e kanë të standardizuar dhe besoj që nuk ka nevojë për të shtuar diçka më shumë se sa ata e kanë të përcaktuar në protokollin e tyre. Dhe nga ajo çfarë ne dim, është tërësisht një qasje profesionale, e përgjegjshme dhe ata janë operator privat dhe kanë synimin që t'i shërbejnë sa më mirë klientët e tyre. Shumë faleminderit. Faleminderit juve.